O vëllezër edhe motra muslimane, ai që ta thoti këshill në formën e duhur pasha Allahun don të mirë. Dhe në fund fare, ai që është i mençur nuk duhet të rrësohet nga asnjë arsye tjetër, që ta marrë atë këshill nëse është e vërtetë dhe ta analizojë me veten e vet. Kjo vlen për gjithë secilin prej nesh në jetën e përditshme. Nëse dikush të thotë fjalë, shife me veten tënde. Po të bëri dobi vallahi, bëj atë. Zbatoj atë. Mos u bëj si populli i Shuaibit dhe popujt e tjerë, të cilët i dënoi Allahu xhaleshanu se i pati shku menja për fis, i pati hik menja, sepse i pati verbu me fitu lek, edhe i pati verbu shejtani me fitu të mira materiale, me çdo lloj forme. Mendon se leku është gjithçka dhe parja është gjithçka. Mendon se po të kesh pushtet është gjithçka, ndërkohë që nuk është gjithçka ajo, vallahi. Gjithçka është të jetosh njeri tamam ashtu siç duhet jetosh, me rregulla njerëzore dhe me morale dhe me dinjitet, të punosh dhe të fitosh hallallikun tat, të rrezatosh mirësi, të jesh njeri dashamirës, të falësh mirësitë e tjerët, mos i bësh dëm kujt, të jesh i mirë me Allahun dhe i mirë me krijesat. Kjo është sukses. Pastaj a vure 10.000 euro, a vure 100.000 euro, apo vure pasuri të madhe apo më të vogël, subhanallahu el-azim, kjo nuk ka asnjë lloj ndryshimi vallahi el-azim. Pasha Zotit.